Gjëja e parë duhet thoya duke ju parë juve në sy dhe duke ju akuzuar se jeni mashtruesi më i madh në këtë vend. Je i madh. E di si më dukesh ti mua. Më duket si ai miu që kishte pirë, ishte tap. Edhe thoshte, ore, ku është ai maçoku, se nuk po më del përpara. Ku është maçoku, ta shqyej. Edhe maçoku e shikonte, ky i thoshte ku është maçoku, i thoshte maçoku. Ku është maçoku? Nuk po ta them si mbaron, se unë jam maçoku, ti si je miu. Dhe unë do t'i argumentoj bindjet e mia. Së pari, në media ashtu po shumë pak. Tani jo, më fal. Për takimin me Lulin, që kemi bërë me çadrën. Kur juve ishit të aftë, ti mbyllit gojën Lulzim Bashës, lideri të opozitës, çaj ne studentët. Pse po e them këtë? Kryefjala juaj këtu është dialogu. Ju keni 8 pika, por këto 8 pika nuk mjaftojnë. Kështu që hajde dialogojmë, shuani protestën, edhe pastaj të shohim çfarë bëhet, siç është bërë gjithmonë në Shqipëri. Unë këtë gjë si student nuk e pranoj për një arsyeën e parë sepse është e drejta jonë dhe për arsyeën e dytë sepse mua më fyet inteligjenca. Unë e kuptoj strategjinë tuaj. Edhe këto takime që bëhen për qëllimin që të mbushësh mundjen popullit që nuk janë 8 pika, janë akoma më shumë. Por kjo nuk është e vërtet, është relative. Në fillim këto 8 pika që janë jetike do plotësohen, pastaj hajde diskutojmë. E para, e dyta nuk mund të negociohet për gjëra bazë, faktike, jetike. Dhe e treta, mendimi im, do ishte shumë e qartë dëshira juaj për dialog apo për të zgjidhur gjërat, nëse juve të paktën njëna këto 8 pika e plotësonit. Me fjalë ne të kemi besim tek ju. Kjo ishte mendimi im. Po. Nuk e di se sa i qartë jam, po që mua nuk më pëlqen këtë shfaqje, sepse ne tani jemi student, nuk kemi më dele, ne kuptojmë gjërat se si janë. I qartë. Mbarove? Nuk e di çfarë përgjigje kam. Mbarove? A mbarove? Më fal. Jo, s'ka falje, mbarove. Sepse ju jeni i forti në këtë vend, më fal nëse ashtu. Mbarove? Ju jeni i forti këtu. A mbarove? Mbarove po jo? Nëse mbarove, thoj mbarove, se po dëgjoj, nëse ke akoma. Se edhe diçka. Ha. Tani fëmijët, ç'është e vërteta, nuk kanë më frikë nga gogoli. Nuk kanë më frikë. Kanë frikë nga ju, sepse dëgjojnë prindërit e tyre që thonë, o po Rama na rriti taksat, o po Rama na bëri këtë, o po Rama na bëri këtë, edhe fëmijët e vegjël pyesin kush është Rama, kush është Rama? Jo po, erdhi Rama thon. Ke fëmijë ti apo akoma? Jo zoti kryeminist. Ah, okay. Pra me fjalë, keni bërë me popullin, me ne që ndroni korrekt. Jemi student, jemi e ardhmë me këtij vendi. Nuk e meritojmë këtë shfaqje të ndyrë, siç bërte Top Show apo në për çfarë po bëni ju. Vazhdo, mbarove. Mirë. Faleminderit që më pat në sy dhe më kuptuat. Patjetër. Shumë faleminderit. Tani do të dëgjosh përgjigjen apo do dalësh jashtë? Jo. Okej. Po më përdor mbarova. Nëse do marrësh mikrofonin? Po patjetër, mbarove. Desha një përgjigje sepse kisha pyetjen e dytë. Jo. Lëre tani mikrofonin ose vazhdo bëj të gjitha se unë mbaj mend gjithë ato që the. Vazhdo. Kaq ishte. Kaq, dorëzom përgjigjen tuaj. Dorëzom mikrofonin. Besoj se jam i lumtur nëse nuk përshkattohem sepse ju keni bërë komunizëm këtë vend, e keni bërë. Do jemi lumtur. E qartë. Mbarove. Shumë faleminderit zoti ministër. Edhe ta dini që kjo është një shfaqje e ndyrë. Kryefjala është shuani protestën sepse do i zgjidhim gjërat. E qartë. Pa u plotësuar 8 pikat ose thjesht duket që është dëshira për dialog. Po mi pra e morën vesh tani. Shumë faleminderit. Dakor. Tani pika e parë. Rrugaçëria nuk është trimëri. Do me thënë, të qohesh dhe ta fyesh tjetrin. Dakor? Duke, më lër ta mbaroj pra. Po më lër ta mbaroj, ma. Më lër ta mbaroj, o të dëgjova. Unë po t'jap tani mendimin tim. Rrugaçëria, dëgjoj pak këtu, rrugaçëria nuk është trimëri, është rrugaçëri. E para. Ti merr fjalën dhe thua ti je mashtruesi më i madh. Këtë e kam dëgjuar unë nga ata që dëgjon ti. Dakor? Dhe më duken për të ardhur keq dhe më vjen shumë keq për ata që i votojnë. Unë vetë mund të jem ironik, mund të jem sarkastik, por
Kur s'ke dëgjuar dhe kur s'do dëgjosh nga unë, nga këto akuzat rrugaqërore. E para. Pra, miqësisht them, hiqi këto, për veten tënde. Hiqi. Argumenti nuk e bëjnë më të fortë fyrit. As trim nuk të bëjnë fyrit. E dyta, as mos ki as një merak se ti për mua arron 1000 vjetë. Unë ta kam merakun ty, ti mos e ki merak fare se që më ndodhi ty se u qove këtu dhe u solle si rrugaqë. Unë ta kam ty merakun për veten tënde. Dakor, ti e quan popullin dele. Ti thua ne si jemi më lërë të mbarojmë. Më lërë të mbarojmë. Unë më lërë të mbarojmë. Nuk të thash kjo që bërë është rrugaqëri. Nuk thash je rrugaqë. Të thash kjo që bëre është rrugaqëri për mendimin tim. Ky është tani ti më the çardeshe, më lër mua të them çfarë dua dhe unë tani. Po pse më ndërpret? Pse më ndërpret? Ashtu. Më lër të mbaroj, nuk të thash që sjellja jote dhe ato fjalë që përdore janë rrugaqëri. E para, atë që më the mua për veten tënde, s'duhet ta kisha thënë, se si e rrugaqë. E dyta, ofendove të gjithë këta që janë këtu, dhe të gjithë ata që ishin në Top Show, dhe të gjithë ata që ishin kudo ku ishin. Pse? Sepse mendojnë ndryshe nga ty. Për arsyeën e thjeshtë se mendojnë ndryshe nga ty. Edhe ata janë student. Ata kanë të drejtë mendojnë ndryshe nga ty. Ata kanë drejtë që mos të mendojnë si ti, të mendojnë ndryshe. Ata kanë drejtë që të vinë, të takohen, të dëgjojnë, të vinë në emision televiziv, vinë ku duan. Ti kush je që i thua, jo më mblet mbarojmë. Po mblet mbarojmë se si jam duke bërë debat me ty tanim. O djalë, do mblesh të mbaroj. O djalë. Po mi më. O djalë. O djalë. O djalë. Po mi më tani qarje ti që së respekton minimumin jetik të demokracisë. Fole, qarë nuk the, të dëgjova, tani më lërë të flasun. Më lërë të flasun. Ti akuzon, njësoj si që akuzojnë ata që të kanë hedhur ty të truta gomarit. Është e drejta jote, por unë kam të drejtë të t'ja përgjigje. Përsa i përket çështjes së shuarjes protestës, jo vetëm që s'është ky qëllimi, po as e kam thënë dhe as nuk më intereson fare kjo pjesë, fare. Bile kam thënë të kundërtën. Sepse ka qeveri demokratike që thonë, ç'a keni ju? Jeni çuar në protest? Po. Keni nxjerrë 8 pika? Dakor. Ktheu në mësim tani. Edhe hajde flasim për 8 pikat. Ose ndryshe të fusin ujin me presion që mos dish ku të shkosh. Ka qeveri demokratike që e bëjnë në Francë këtë gjë. Në Francë. Kam parë unë vetë me sytë e mi në Francë, universitetet që çohen, edhe i fusin ujin me presion, edhe i çojnë të lagur në përklasa. Kur kërkojnë qiqra në hell. Por në këtë rast unë as po them ndaloni protestën, se thash fare. As gjikundi. Se që ta dish ti, unë kam një fat. Kam qenë protestues dhe kam protestuar me ata që mund të të merrin jetë. Është kollaj të çohesh duhet bësh karshillëkun që bën ti me edukatën kur kryeministri të dëgjon, edhe thjesht i vjen keq për ty. Po as nuk mendon ta merret, as nuk mendon se si ty të nxjihet jeta. Është shumë kollaj. Po vetë për veten tënde zota bësh. Kjo nuk është trimëri. Kjo është burr shkurtësi. Burrat e shkurtër shumë nga mendja dhe nga shpirti e bëjnë të gjë, që kur jepet mundësia të flasin si të barabartë, abuzojnë me trimat mëdhej.
edhe mashtros. Kur ja bëre këtë Lulbash, çfarë i bëre Lulbash? Çfarë i bëre Lulbash? Ti mund të përfundosh më keq se Lulbash. Po nuk kuptove që zotësia është tek argumenti. Të sharat, fyrjet dhe këto, dhe jam i sigurt që ti do shpallash hero sot në atë tabelën e emulacionit digital të Saliut, sigurt. Studenti hero që ju ktheu Edi Ramës. Edhe partia aty do të të vlerësoj. Por, e vërteta është që unë Lulbashë si bëra asgjë gjë. Përkundra, si i dhash mundësinë të bëhet lider. Po s'është lider. Ju luta, sisht jam lutur edhe ty. Po ti nuk e bëre gabimin e Lulbashës. Ti erdhe këtu, në kohë. Pavarësisht se ti mund dalësh me mendjen e tij dhe të përfundosh më keq se ai. Po ti erdhe në kohë këtu, unë ju luta. Lëre çadrën, hajde flasim. Lëre çadrën, ai rritë çadrën thoshte plotso pikat se do bëhet nami. Çfarë u bë? U bë gjë? Kurse unë kam ardhur këtu të të them ty mordial, hajde ti bëjmë bashkë këto gjëra. Po unë jam i bindur, po të të them ty mi thuaj 8 pikat ti si di kush janë. Jam i sigurt. Ço mi numëro, po mi numërove nga e para te 8-a të kam borxh, po nuk i numëron dot, si di fare. Ulo, mos e kam pyetje retorike, ulo. S'ke çan numëron ti mua. Dhe e fundit që po të them ty, që ta dish, ta dëgjosh. Jeta është e gjatë, ti do e kesh shumë të gjatë se unë, do më kujtosh mua ti. Do kesh kryeministra të tjerë, e do më kujtosh. Dhe kur të të vi i dyti në radhë, që ti bësh këto, të kesh shansin të takosh e ti bësh këto kashillë që do më kujtosh. Unë e bëj këtë për ty çun, unë nuk e bëj për veten time. Për veten time e zvija fare tu. Fare. Po tisha unë, ai kryeministri që ketin kokë, unë zvija fare tu, s'ke nevojë fare. Për çfarë vi? Po tisha unë ai kryeministri që ti ken kokë që të bëja plotësimin e këtyre pikave, sipas mendjes time me kisha bërë. Që se bëj? Se duhet të shkruaj protestën tënde, pse nga ty kujton ti se shqetësohem unë. Vetëm porosia që kam për ty është mos i thuaj, mos mendo që populli është dele dhe ti je më i zgjuar se populli, më dëgjoj mua. Mos e mendo këtë gjë. Dëgjoj mua, sepse ti nuk je ujk, ti je lepur përpara popullit. Kush mendon që populli është dele, se e dëgjoj shumë, e shoh shumë nga njerëz si puna jote që shkruajnë në Facebook, ky popull dele, ujqit ignorant që shkruajnë në Facebook, ky popull dele, se e meriton ky popull këtë diktaturë, këtë po të çojmë ty në komunizëm. Po pse ç'a diktaturë që nga kjo se që nga interesanti, diktaturë që ti merr fjalën këtu, s'lë llaf pa thënë mbare mbrapsht turpron veten, turpron prindit e tu, edhe unë vazhdoj t'ja përgjigj, kjo është diktatura, e di ç'është diktatura më. Në diktaturë ti tani do ishe duke kërkuar krom. Edhe do shikoje vetëm dritën e hënës. Se kohën që të lartë do ishte diell, ti do ishe minier. Ajo është diktatura. Kuptove? Kurse kjo është përtej demokracisë. Përtej demokracisë kjo që bëjmë ne dy këtu. Që ty t'jepet e drejta të flasësh si e ëma e seqos në majtë thanës. Por ti vazhdo. Koha do të tregoj kam unë drejt për ty apo ke ti drejt. Ti vazhdo me këtë mend që ke. Për mua jo, ndrysho. Sepse dhe fillohet nga kjo. Ky popull është kaq i zgjuar. Kaq i zgjuar dhe kaq i mençur dhe kur them populli është tërësia e individëve, nuk është çdo individ tek e tek. Është dhe askush s'flet dot në emërti dhe askush nuk i thot dot. Ju që i thoni këtij populli dele, ju jeni ca lepuj që nuk i lepuj që bëni luanin, e di atë do të them një. Po kush e tha këtë? Më bën veshët mua. E thua ti këtë që e mendoj unë. Ti mendon që unë mendoj. Ti di që mendoj unë. Edhe ma vë mua në gojë. E di si më dukesh ti mua. Më dukesh si ai miu që kishte pirë, ishte tap.
Edhe thoshte, ore, ku është, mor, ku është ai maçoku, mor, se nuk po m'del përpara. Ku është maçoku, mor, ta shqyej. Edhe maçoku e shikonte, ky i thoshte ku është maçoku, i thoshte maçoku. Ku është maçoku? Nuk po ta them si mbaron, se unë si jam maçoku, ti si e miu. Po në këtë moment, po bën si miu. Tashi je i dheur nga protesta, apo ke një dehje që të vjen nga fakti që nuk shkon në mësim, kjo është puna jote. Unë di të them kaq, që pikat do plotësohen, me ty, pa ty. Do plotësohen sepse unë besoj që ato pika janë të drejta. Po mos besoja që janë të drejta, nuk do të kisha thënë janë të drejta. I besoj që janë drejta, do plotësohen dhe dialogu duhet për gjithë to që u thanë këtu. Dhe këtu u thanë shumë gjëra që nuk janë këtë 8 pikat. Ndërkohë që besoj që vazhdoj të shpjegoj dhe do kuptohen për ditë nga më shumë njerëz pse duhet dialogu për 8 pikat. Se ta thash, ja u thash.